Policia e Durrësit ka finalizuar operacionin e tretë të një pasnjëshëm kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike, goditje që çoi në prangosjen e 12 personave dhe shpalljen në kërkim të një tjetri. Operacioni Cleaning 3, i ndjekur me metoda speciale hetimi nga seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me prokurorinë, u fokusua tek një grup i organizuar që shpërndante drogë kryesisht pranë shkollave dhe gjimnazeve të qytetit. Mes të arrestuarve është edhe organizatori i grupit, 30 vjeçari me inicialet FA, i cili përveç akuzës kryesore prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike, përballet edhe me një sër veprash të tjera penale, duke përfshirë kontrabandën, fshehjen e të ardhurave, moslëshimin e kuponit tatimor, armbajtje pa leje dhe punësim të palishëm. Gjithashtu, të akuzuarit e tjerë akuzohen edhe për mbajtjen e armëve të ftohta pa leje. Në kërkim vazhdon të jetë shteta si BM. Gjatë operacionit, policia sekuestroi 620 doza kanabisi, 2 peshore elektronike, 16 telefona celular, 3 armë të ftohta thika, një përforcues grushti dhe municion luftarak. Hetimet kanë zbuluar se grupi shpërndante lëndët narkotike në zona pranë shkollave të mesme në qytetin e Durrësit, duke funksionuar në formë rrjeti. Materialet janë dërguar prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme hetimore.